Personi me çrregullime mendore shtetasi me inicialet BOV, i njohu si Rambo në qytetin e Ferizajt dhe me plejardin nga Kaçaniku, një ditë më parë është shtruar për trajtim në Institutin Special në Shtim, për të cilin ka folur më herët edhe Telegrafi. Ndërkohë, komuna e Ferizajt të Mëkurën ka njoftuar se ditëve të fundit në shumë zona të Ferizajt janë raportuar dëme në infrastrukturën publike, po kështu dëme në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të qytetarëve të shkaktuara nga personi me inicialet BOV, i njohur ndryshe me Novkën Rambo, i cili sipas njoftimit të komunës vuan nga çrregullime të rënda psikike, duke vlerësuar këtë gjendje me rrezik të lartë dhe sigurinë publike për qytetarët dhe pasurinë private e publike, me nismën e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenien Sociale e Qendrës për Punë Sociale, Departamentin e Politikave të Shërbimeve Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Drejtësisë, Policia e Kosovës në Ferizaj, Qendrën për Punë Sociale në Shtërbës, Shtëpinë e Komunitetit në Ferizaj, Qendra në Shëndetit Mendore në Ferizaj, u arrit që shtetasi BOV të shtrohet në Institutin Special në Shtim, ku do të marrë trajtimin e duhur profesional nga stafi shëndetësor i institucionit, thuhet ndër të tjerë në njoftimin e komunës. Ky institucion ka falendëruar të gjithë aktorët e përfshirë, institucionet e shtetit lokale dhe qendrore, për bashkëpunimin që ka rezultuar me eliminimin e një rreziku potencial për sigurinë publike në komunën tonë. Telegrafi një ditë më parë ka raportuar se personi i njohur me Novkën Rambo është transferuar për trajtim të mëtejshëm në Institutin Special në Shtim.